Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama e interpretimit javor. Kjo javë për ju nis me 4 monedhat, një kartë që flet për nevojën për siguri dhe kontroll. Por 4 monedhat mund të nënkuptoj gjithashtu kooperaci ose kursim të tepruar, qoftë me parat, kohën apo energjin. Mund të nënkuptoj gjithashtu kapje fort pas asaj që keni, nga frika se mos e humbni, ose kontroll të tepruar mbi njerëzit ose situatat, ose mbyllje emocionale ku dikush nuk I shpreh ndjenjat, sepse ka frikë të lëndohet. Megjithatë, unë do të thoja se kjo kartë ju këshillon, ose ju thot të pyesni veten nëse ajo që po përpiqeni të ruani ende ju sjell paqe apo thjesht ju pengon të ecni përpara. Më pas shfaqen 6 kupat dhe kalorësi I shpatave. Një kombinim që tregon se e kaluara mund të rikthehet në mënyrë të papritur. Mund të jetë një kujtim, një ëndër. Mund të jetë një person, një bisedë, një mesazh, ose një çështje e pambyllur që kërkon përgjigje. Kalorësi I shpatave sjell shpejtësi dhe komunikim të drejtë për drejtë. Ndaj, kjo javë mund të sjell një sqarim të rëndësishëm ose një përballje me diçka që e keni lënë pas tashmë. Tani, unë do të shtoja gjithashtu se në varësi të kontekstit, kombinimi I kartave mund të nënkuptojë edhe një debat ose sqarim me dikë nga e kaluara. Mund të nënkuptojë gjithashtu një bisedë të fortë me dikë që e doni ose e keni dashur dikur, ose rikthimin e një personi nga e kaluara, I cili ose e cila sjell një komunikim të drejtë për drejtë. Por mund të jetë gjithashtu një bisedë ose mosmarrëveshje me fëmijën tuaj ose me një antar në familje. Gjithsesi, unë personalisht anoj më tepër drejt interpretimit se një person me të cilin ose me të cilën ekziston një lidhje e fortë emocionale nga e kaluara, mund të rikthehet për një bisedë ose përballje që sjell ndryshim dhe qartësi. Në zemër të shtrirjes së kartave qëndrojnë 5 kupat dhe mbretëresha e kupave, duke treguar se kjo javë prek fort botën tuaj emocionale. Mund të përballeni me zhgënjime, me pendesa ose me trishtim, por mbretëresha e kupave ju këshillon të mos izoloni ndjenjat. Përkundrazi, ajo ju thot t'i pranoni ato me butësi dhe mençuri. Ose mund të ketë një person me të cilin ose me të cilën keni një lidhje të fortë emocionale që mund të luajë rol kyç në përballjen me një zhgënjim dhe mbylljen e një kapitulli të rëndësishëm për ju. Për disa nga ju mund të ndiheni të pikëlluar për një person që ka lënë gjurmë në zemrën tuaj, por kjo përballje emocionale është pjesë e procesit të shërimit dhe transformimit. Më pas, shfaqet vdekja dhe 2 monedhat, duke treguar se një transformim është I paevitueshëm. Një cikël po mbyllet dhe një tjetër po fillon të hapet, por kjo kërkon përshtatje. Mund të jeni duke balancuar 2 zgjedhje, 2 rrugë ose 2 faza të jetës. Mund të ketë luhatje mes së shkuarës dhe së ardhmes. Mund të ketë vështirësi për të zgjedhur, sepse një kapitull po mbyllet, ndërsa një tjetër po fillon. Mund të ketë përpjekje për t'u përshtatur me një ndryshim të madh. Mund të ketë dyzim emocional, ku një pjesë e juaja dëshiron të ecë përpara, ndërsa një pjesë tjetër ende mbahet pas në të kaluarën. Mund të ketë balancim mes 2 realiteteve ose 2 zgjedhjeve, ndërsa jeta po ju shtyn drejt transformimit. Ose mund të jetë thjesht mbyllja e një kapitulli që mund t'ju vendos përballë një dyzimi, ku
ku zemra dhe mendja përpiqen të gjejnë ekuilibrin përpara hapit të radhës. Në fund të tufës ndodhet mbretëresha e shpatave, e cila tregon energjinë e fshehur të javës. Në fund të gjithë këtij procesi emocional, ju arrini të shikoni situatat me qartësi. Mund të jetë koha për të vendosur kufi të ashpër, për të marrë një vendim të rëndësishëm ose për të thënë një të vërtetë që mund të jetë shtyrë prej kohësh. Nëse kjo kartë përfaqëson një person në jetën tuaj, atëherë ai ose ajo mund të luajë një rol vendimtar në qartësimin e një situate për ju. Sfida e javës për ju është karta intimiteti. Pra sfida juaj mund të lidhet me afërsinë emocionale ose fizike. Pra mund të jetë e vështirë të hapni zemrën, të besoni plotësisht ose të tregoni ndjenjat tuaja më të thella. Kartat në përgjithësi ju këshillojnë të reflektoni nëse frika nga lëndimi po ju pengon të krijoni lidhje të sinqerta. Bekimi i javës për ju është karta kujdesi. Bekimi juaj është maturia. Këtë javë do t'ju ndihmoj të mos nxitoheni në vendime, të vëzhgoni me kujdes situatat dhe të mos veproni vetëm mbi bazën e emocioneve të momentit. Në Prism Oracle kemi kartën kujdesi sërish. Fakti që edhe në Prism Oracle përsëritet i njëjti mesazh si karta e bekimit e bën kujdesin shumë të rëndësishëm për ju. Kjo javë ju kërkon të jeni të vëmendshëm ose të vëmendshme në zgjedhje, në marrëdhënie dhe në komunikim, jo nga frika por nga mençuria, sepse kujdesi do t'ju ndihmojë të evitoni gabime dhe t'ju drejtojë drejt vendimeve më të mira. Në tërësi, kjo është një javë e mbylljes së një kapitulli emocional. Është një javë e përballjes me të shkuarën dhe e fitimit të qartësisë. Edhe pse mund të ketë momente të ndjeshme, kartat tregojnë se ato shërbejnë për t'ju çuar drejt një faze më të pjekur dhe më të ekuilibruar. Në fund të javës, mbretëresha e shpatave ju kujton se forca juaj nuk qëndron vetëm te ndjeshmëria, por edhe te aftësia për të parë të vërtetën dhe për të marrë vendime që respektojnë vlerën dhe paqen tuaj të brendshme. Paqen.